Si mendoni, kur mund të jetë ai moment, megjithëse ju e thatë deri diku që mund të shkojë nga 6 deri në 7 shkurti, pra nga janari deri në shkurt që mund vendoset fati Belinda Ballukut, deri në këtë periudhë, a mendoni se SPAK-u do të rrisë intensifikimin e goditjeve ndaj zyrtarëve të qeverisë së kryeministrit Edi Rama, por ndërkohë të nxjerrë edhe përgjime të tjera, pra ose më saktë ta zbërthej komplet gjithë dosjen e Ballukut, sepse duket që ka qenë një qelb i madh aty sa i përket dhënies së tenderave, teksa kanë dalë edhe përgjimet e fundit se si ajo po i bënte nder edhe bashkimulajt në rastin e ndërtimit të aksit Thuman Kashar. Dhe në këtë rast, a do ketë SPAK-u një goditje ndaj vetë oligarkëve, njerëzve të cilët janë të lidhur me politikanët, kanë qenë të lidhur deri dje me Belinda Ballukun, apo vijojnë të jenë të lidhur me të, dhe a mund të kryejë një pastisje direkte ndaj këtyre oligarkëve, edhe pse thuhet që ka pasur lëvizje gjatë ditëve të fundit? Dosja e zonjës Balluku është një dosje e cila për mendimin tim ka të përfshirë shumë faktorë të ndryshëm, jo thjesht vetëm të pushtetit ekonomik dhe faktorë të tjerë të cilët nuk kanë të bëjnë vetëm me pushtetin ekonomik, por kanë të bëjnë me atë që ne themi kërkesën e zotit Rama, që përveç se unë kam komanduar dhe kontrolluar drejtësinë ashtu si kam dashur, është momenti që dikush pas 2021 të komandoj dhe të drejtoj çfarë drejtësi që unë kam pretenduar. Cila është drejtësia që unë kam pretenduar? Është dhe një drejtësi politike. Cila është drejtësia politike që unë kërkoja? Mandati i 3 dhe mandati i 4. Po kush do të jetë personi dhe do thoya punëtori i cili duhet të ketë fuqi të më bëjë mua ndërmjetësim me shumë faktorë të ndryshëm të pushteteve të ndryshme që rrethojnë pushtetin ekzekutiv, pikërisht Belinda Balluku. Personi në fjalë me autorizimin e kryeministrit, në porosi dhe në mungesë të kryeministrit, ka nënshkruar çdo akt ligjor dhe nënligjor, ka bërë çdo marrëveshje politike të mundshme me institucione apo me persona juridik privat të vendit tonë për të arritur çfarë? Qëllimin e zotit Rama që mandati i 4 të ishte spektakolar dhe me mbështetjen absolute të asajt. Prandaj, mos u çuditni ju në rast se kjo dosje del dhe thuhet që janë të përfshirë dhe biznesmen të tjerë, të cilët kanë do thoya një prezencë si biznesmen opozitar, po janë pjesë e lojës së madhe, sepse loja e këtij pushteti ekzekutiv në mandatin e 4 të Partisë Socialiste të zotit Edi Rama nuk ishte një pushtet i dëshiruar nga populli, po ishte thjesht një pushtet i dëshiruar nga zoti Rama me çdo çmim, me çdo kusht, se përndryshe ai u mbylla qepenat. Një biznesmen i cili ka bërë sakrifica dhe është në pikë të hallit, çfarë bën? Bën pakte edhe me djallin. Dhe prandaj, çdo biznesmen që është përfshirë në dosjen e zonjës Balluku, sot është në kish, në xhami, në ato që thën fallet. Çfarë? Për të shpëtuar. Sepse po vjen katastrofa. Dhe unë këtu te ju kam cituar një herë që këto biznesmen mund të kenë arritur majën, puna është të kthehen nga maja poshtë dhe të ribën atë që duhet. Por e vërteta është që shumica e këtyre do bien poshtë. Pse do bien poshtë? Se pikrisht u bërën vegël. Aty ku arritën gjithçka nga vetja e tyre, ata thjesht u bërën statistik e SPAK-ut, e drejtësisë së Edi Ramës, të përfshin dosja Balluku, ty si biznesmen që ke sakrifikuar kaq gjëra në vendin tonë që kanë qenë më të rrezikshme, 97 dhe vendet edhe ngjarje të tjera, dhe ti u bëre vegël, më psikopat, më ignorant, më debil, biznesmen, edhe u bëre vegël e një personi që nuk e di ku i bjen parlamenti dhe u bë për të bërë notere. Pra për të bërë thjesht firmos
mungesë në porosi. Prandaj them, SPAK-u do krijojë statistika të pushtetit ekonomik. Në këtë rast, sa i përket pushtetit ekonomik, a besoni se SPAK-u mund të ndërmarrë një aksion të atill për të hyrë seriozisht, sidomos në Tiranë, për të verifikuar se prej nga vijnë parat që ndërtojnë kullat mes Tiranës dhe a mundet që ta godas mafjen e ndërtimit? Fiqe fjalin seriozisht dhe pastaj filloj dhe artikuloj. Se kur thua të fjalën seriozisht, them tani, po e telendise tani të pyetjen. Po jo, ideja që mos përdor raste sporadike, por t'i godas në blok. Jo, po nuk goditen tani të gjitha kështu, se kërkon një bilanc, kërkon një... Shiko, unë po them për ata biznesmen të cilët u bërën vegël, dhe biznesmenët që janë bërë vegël të pushtetit për përfitimin momental, do t'i dalin kundër. Dhe SPAK-u nuk do të shikoj sa apartamente, sa pallate, sa gropa kemi këtu, 20 gropa, sa do ndërtojnë 20 pallate. Po nuk bëhet kështu mbledhja e llogaritjes për llogaritjes. Por ajo që duhet kuptoni ju është kjo, që biznesmenët kërkuan vetë të bën blok mërzotëri, të bën statistike SPAK-ut. Pse kanë kërkuar këtë gjë? Sepse kanë dashur të përfitojnë çdo gjë në mënyrë të padrejtë, kur ata dëgjonin lajme që ky përfshihet në këtë skandal, Rama nuk e mbron, po thjesht ai bë burg për Ramën. Dhe në fund fare ata thanë, kur ai ka bërë burg për Ramën, edhe unë të marrë një autostradë me një trau, do bëj burg të përjetshëm për Ramën. Është shumë e thjeshtë nderuar. Pse unë se kuptoj pse ju tani habiteni të bëjë SPAK-u punë serioze. SPAK-u bën punë figurative. Dhe biznesmenët thonë të paktën të marrë një PPP, të bëjnë burg edhe të përjetshëm, po në fund fare të çlirohet familja të fitojë diçka. Sepse duhet keni parasysh diçka, kur SPAK-u merret me PPP-n tënde dhe kur shteti normalisht do të derdhi edhe sikur ty të shpall fajtor për ndikim të palishëm, korrupsion aktiv ose pasiv në sektorin privat ose shumë gjëra të tjera, PPP-ja nuk anullohet zotëri. Sepse ky që është në burg, edhe ato të cilët i kanë kompani shkojnë edhe çojnë shtetin shqiptar në gjykatë ndërkombëtare. Në arbitrazh, po. Dhe pastaj Begeti 2, Begeti 3, Begeti 100, majmen që po ta kapin statistikisht, ase e kam llogaritur unë, gjithë këto që ka bërë Rama nga momenti ku ka ardhur në pushtet duke prishur, shkatruar gjëra, duke treguar popullit budalliqe dhe fund fare do të haj faturën aty kur nuk janë banë më buxhetit të shtetit, i bien që 580 me 590 kompani flas, nuk ka rëndësi sa të ardhur apo janë përfshirë në PPP, do shkojnë në gjykatën ndërkombëtare. E kuptoni ju se do jetë fatura? Kemi guxime të pagojmë ne popullin. Se ne do të pagojmë, ja, sa i thot iki, ju më zgjodhët unë nejta. Ju nuk më zgjidhni unë iki. Shumë e thjeshtë është. Avokat, të ndalemi pak te Shtetet Bashkuara të Amerikës në raport me Ballkanin Perëndimor dhe konkretisht Shqipërinë, ku së fundmi ka ndërmarrë një projekt ligj për të luftuar korrupsionin, për të luftuar kartelet e drogës, nisur edhe nga deklarata ose urimi që bëri vetë sekretari amerikan i shtetit në rastin e 28 nëntorit të pavarësisë së Shqipërisë. Ju si e shikoni këtë nismë të Shtetet Bashkuara të Amerikës? A e ka ndërmarrë tashmë seriozisht Shtetet Bashkuara të Amerikës për ta goditur një herë mirë Edi Ramën dhe lidhjet e tij me krimin organizuar? Së pari, krimi organizuar nuk goditet nga qeveria amerikane, por do goditet nga funksione të larta ndërkombëtare që janë atribuar nga institucionet dhe nga ligji amerikan. E çuditshme, por është realitet. Në Shqipëri janë këtu e një muaj agent të cilët kanë monitoruar edhe në një moment tjetër, që unë e kam thënë në një moment më përpara se sot, pra në mos gaboj në vitin 2025 në fillim, mendoj në muajin mars, mos gaboj maj, kem bërë një bisedë për
të kërkuar informacione, lista në momentin kur administrata e Biden ka ikur dhe ka ardhur administrata e Trumpit. Dhe kam thënë tek ju që kjo listë do bëj një verifikim paraprak dhe nga ky verifikim paraprak do të çohet një raport për të gjithë ata të cilët kanë ndjekur këto agjendat. Nga i moment deri më sot jemi pikërisht tek rasti i procesit legjislativ tani e tutje. Të gjithë raportet janë marrë me kohë. Në atë moment administrata e Trumpit e patë arsyeshme që këto agjent të shkojnë në vende të ndryshme që të marrin informacion. Dhe mos harroni edhe diçka të rëndësishme që për Partinë Demokratike erdhi Lacivita, një person që ka qenë pjesë dhe është aktualisht pjesë e një skuadre të gjerë të atyre që bëjnë fushata edhe kombëtare dhe ndërkombëtare. Por duke e materializuar këtë fakt në proces legjislativ që nesër çdo dekret që do të nxjerrë zoti Trump do të jetë pikërisht çfarë? Goditje e çdo personi, por godet edhe personin, por edhe fondacionin Soros. Sepse fondacioni Soros brenda 2028-s duhet të shpallet organizat kriminale në gjithë botën. Dhe kush është pjesë e tij në mënyrë direkte apo indirekte, quhet antar organizate kriminale.